Lufta e taksave sapo ka filluar. Kina I vuri taksa Amerikës 125%. Nuk e di e kuptoni apo jo se në çfarë situate po gjendemi. Atëre, para disa ditësh, kisha kryer një video se çfarë lëvizjesh po bën Donald Trump. Dhe sot dua të diskutojmë së bashku, se çfarë po ndodh atje jashtë, sipas mendimit tim. Të marrim mend që unë ndes vetëm shkëndijën dhe së bashku, duke diskutuar, ne arrim më pranë së vërtetës. Pra, në radhë të parë, ne informohemi, sepse siç e kemi thënë, është dia që sundon botën, informacioni. Dhe e dyta, nuk është e vërtetë që dikush thotë që zëri ynë nuk bën dot gjë. Nuk është e vërtetë, sepse një ditë apo një tjetër, ato që po ndodhin në mbar botën, çdo gjë që ndodh atje jashtë, bie dhe mbi ne, direkt mbi ne. Dhe është detyrë për secilin, qoftë vetjake, por qoftë edhe familjare apo shoqërore, që të njohë të vërtetën dhe të di se si do sillet nesër. Pra, ne jetojmë në këtë botë dhe çdo gjë që ndodh atje jashtë bie mbi ne. Kush është rastësisht, do t'i lutesha, nëse nuk e ka bërë ende, t'i bëj like faqes që të shihemi sërish dhe ju falenderoj që jemi bashkë. Kina vendosi 125% taksa Amerikës. Po pse? Sepse, siç ju thash para disa ditësh në një video, ishte Donald Trump që ju thash që ai ka vendosur taksa për çdo vend edhe Evropës, dhe ai ka marrë si bazë disa të dhëna që ju thash që nuk janë taksa, por janë disa të dhëna globale të import-eksportit, dhe sidoqoftë Trump I ka vënë Kinës 80% taksa. Dhe meqense edhe Kina vendosi taksa po aq sa Amerika, pra I vuri 80%, në këtë rast u ngrit Trumpi dhe vendosi 125% taksa. Kina briti një të gjë. Edhe Kina tani ka vendosur 125% taksa. Por çdo të thotë kjo. Atëre, taksat, nëse e mbani mend në kohën e monizmit, pse Shqipëria u katandis në atë formë si u katandis që shkonim dhe blinim me tollona. E mbani mend kush është I vjetër, kush është si unë për shembull, nga mosha 50 e lartë, e di shumë mirë që në kohën e monizmit Shqipëria u bllokua nga të gjithë anët sepse nuk kishte import-eksport. Bile kam disa të dhëna që shumë nga produktet që ishin të destinuara të shkonin jashtë, si për shembull portokalle apo gjëra të tjera, I fusin në dhe. Nuk ja jepni popullit, por Enver Hoxha I fuse në dhe. I bënte ple. Nuk dihet se përse, por ai I bënte ple, sepse ato ishin të destinuara për të shkuar jashtë. Që është e vërteta, por jashtë nuk I merrte kush. Dhe u katandis Shqipëria që ne jo vetëm blinim me tollona, por vdiqëm për të ngrënë. Pra, në qoftë se rriten taksat, rritet inflacioni. Dhe inflacioni krijon probleme të rënda. Pra, për mendimin tim, lufta e tretë botërore është kjo. Sepse, siç ju thash, në qoftë se ndodh diçka që dikush të hedh një shashk, për shembull, si themi ne nga Vlora, unë jam I bindur që këtu nuk metet këm njeriu dhe askujt nuk I intereson. Por çfarë po ndodh në të vërtetë nëse nuk është kjo arsyeja? Po ja u them. Pra atë çka mendoj unë, e përsëris edhe një herë, këtu jemi për ta diskutuar së bashku dhe dëshiroja një mendimin tuaj. Ju çfarë mendimi keni për këtë argument? Atëre, së pari, Amerika bazohet tek investitor privat dhe investitor të firmave të mëdha. Dihet që miliarderët më të mëdhenj gjenden në Amerikë dhe pretendohet që shteti amerikan mbahet pikërisht nga këto para. Dhe ata kanë një përqindje që u vendosin bankave dhe shtetit. Dhe këto përqindje me kalimin e kohës kanë rritje të mëdha, sepse nuk flasim edhe sikur të jetë 1%, duhet të dini që janë miliarda. Dhe në fund fare investitorët kanë fitime marramëndse. Dhe tani çfarë kërkon të bëj Trumpi? Trumpi, për mendimin tim, Trumpi tani po mundohet që të rrisë inflacionin, sepse nuk godet të varfërit. Nuk janë të varfërit, pra shtresa e ulët, nuk ka probleme të mbijetoj, sepse ka mbijetuar me ato si I varfër dikur, po jeton tani dhe mund të jetoj sërish. Nuk ka problem. Por ai që ka para
rrëzohet, pra të pasurit rrëzohet, sepse bien shifra maramëndse. Për shembull, njofta një njeri këtu në Itali, që ai kishte shtëpi, kishte vila, dhe investoi diku në një firmë. Nga investimi që bëri, ai humbi 1.3 milion, një gjë e tillë. 1.3, po, 1.3. Dhe humbi pothuaj gjithë pasurinë që kishte, sepse ai e kishin detyruar dal nga dal, sepse kishin kuptuar që kishte ca të ardhura, dhe humbi. U detyruar të shiste vilën, të shiste një shtëpi tjetër, dyqanin apo ku ta di unë, për të mbijetuar. Pse kjo? Sepse ai nuk është mësuar që të jetoj me 200 euro në muaj, apo me 500 euro në muaj. Absolutisht jo. Ai jeton me 5.000 euro, 10.000 euro në muaj. Sepse kështu janë konditet e ati. Për më tepër, ai ka pasuri. Pasuria ka kosto. Çdo pasuri e dini që ka kosto. Për shembull, duke filluar nga shtëpia, ke njerëz që pastrojnë, ke shtëpia, trulli i shtëpisë që duhet pagosh taksa, dritat që janë më shumë se sa ti, nuk ke një dritë vetëm, nuk ke shumë, pra energjia elektrike, uji, të gjitha janë kosto shumë herë më të mëdha se ato normalet. Kështu që nëse një pjesë e këtyre që dua të nënvizoj diçka, janë rreth 200 familje të mëdha në botë që mbajnë nën kontroll rreth 80% të pasurive botërore. 200 familje mbajnë 80%, kurse 80% që janë populli thjesht kanë rreth 20% që mbeten. Merreni mend, e gjithë bota kjo. Kështu që merreni me mend se çfarë ndodh atje jashtë. Ka familje të gjigande që livrojnë miliarda dhe miliarda dollar. Janë pikërisht ato miliarda që kërkojnë që të mbaj Trumpi ose shtetet e tjera. Kështu që doni të dini se çfarë mendimi kam unë? Trumpi ka rënë dakord me të gjithë, ka rënë dakord me Kinën, ka rënë dakord me Evropën, ka rënë dakord me Rusinë dhe me të gjithë. Pikërisht pra, sepse duan që të rënojnë potencat e mëdha private, jo shtetërore. Shiko, unë shpresoj mos të kem gabuar, thash, unë do të dëshiroja një komentin tuaj se çfarë mendimi keni ju për këtë argument. Pra, mund të jetë e vërtet kjo që po them unë? Sepse, shiko, po t'i vini re në Trumpi, kishte dalë para disa kohësh, me fjalë kur mori mandatin e parë dhe pas mandatit, që nuk ishte më president, bëri disa deklarata që thoshte unë do bëj këtë, do bëj atë, do bëj këtë. Në fund fare, ai, sepse duhet dini që atë e hoqën, sepse ai kishte e tha publikisht që donte të rënonte Deep State. E dini se çfarë është Deep State? Pikërisht për ato familje që ju thash. Janë disa familje oligarkësh që vendosin jo vetëm politikën, por vendosin çdo gjë që ndodh në këtë planet, mediat, çdo gjë. Dhe ai si mund t'i luftoj? Nuk mund t'i luftoj brenda territorit, pra vet ai, nuk mundet. Pse nuk mundet? Është psikologjike kjo? Pse nuk mundet? Sepse është njësoj si kur ne të gjendemi në një shtëpi, dhe pasi ata të kanë votuar, sepse gjithmonë ata të kanë votuar, ti çfarë bën? Ti do që i lufton ballë për ballë. Nëse i lufton ballë për ballë, të rënojnë, sepse të shkatërrojnë. Kurse çfarë bën ti? Ja hedh fajin dikujt tjetër, ja hedh fajin atij që është jashtë shtëpisë tënde, atij komshiut. Ai e ka fajin. Unë jam i detyruar tani bëj këtë. Dhe kjo më thoni, nëse është e vërtet kjo që po i them, nëse ju duket logjike kjo që po them. Pra ai për të rënuar këtë deep state-in ose këta oligarkët privat, që në të vërtet janë privat, të vetme gjë që mund të bëj inflacionin botëror. Dhe inflacioni botëror, që thash është i projektuar në tavolinë, krijon probleme të rënda financiare, dhe problemet e rënda financiare nuk bien mbi popullin. Populli nuk diskutohet që do heq pak disa vite, se si ju kam thënë viti 2050 po afron. E keni dëgjuar atë fjalë që them për herë, sot do ja u them. Sepse në viti 2050 duhet jetë çdo gjë gati, sepse evoluimi do kalojë në një status që nuk e keni iden fare. Dhe kush do mbetet, do haj me lug floriri. Është thënë kjo që nga kohërat e lashta, dhe unë jam i bindur për këtë, 1000%, sepse sa herë që e kam thënë që në vitet 2010-2011, por tani
edhe pse kanë kaluar gjithë këto vite, jam akoma më i bindur. Sepse ato çka po ndodhin të çojnë vërtet në këtë mendim. Sepse evoluimi, zhvillimi ka kosto. Ka kosto, po nga do t'i marrin ata? Nëse nuk investojnë këta oligarkët dhe i mbajnë vetëm për vete, si do investojnë? Shteti si do investojnë? Të tjerë si do investojnë për të ecur përpara? Sepse gazi nuk do ngrojmë më me gaz, nuk do eci më me makina me djegje të brendshme, por do jenë në një formë tjetër. Pra, të gjitha këto zhvillime që po ndodhin, do jenë në një formë pra krejt ndryshe nga ato që njohim sot. Kështu që unë do të dëshiroja një komentin tuaj, pres komentin tuaj se tani po më flasin dhe do të dëgjojemi shumë shpejt se sot kemi dalë për të psonisur. Hajde, kalofshi bukur.